si pijet energjike. Besoj e din edhe ti Saranda, do me thonë kur pim pije energjike, na vjen ai fokusi për pastaj bie. Bie shumë me poshtë se që ishim para se ta merrnim atë pije energjike. Fiks, dhe çfarë pastaj? Dhe kjo nuk ndodh me imperiumin. Absolutisht që jo. Do me thonë, unë nuk jam konsumuese ase kafës, ase pijeve energjike, nuk më duken të shëndetshme, edhe mendoj që kam qenë thjesht taman audienca e synuar për këtë produkt, do me thonë se dikur që e mor për marketing, po u bo konsumatori rregull. Dhe kjo më lash shumë për shtypje dhe kjo ishte arsyeja pse të telefonova dhe tash a mundesh me ardh me nda me neve këtë rrethim, sepse një vajzë që është super angazhune, që ndoshta nuk e ka një agent ku ka me hëngër buk, po e ka agentën full me punë, me studime, me krejt ato, dhe që shkon plus në yoga dhe në pilates dhe që gjenë kohë dhe për aktivitet fizik. Dhe thash, okej, kjo më duhet me unda me audiencën, se gjanat e mira duhet t'i ndajmë, se sidomos kur e dim areja që ky suplement nuk ka asnjë kundër efekt, nuk ka diçka që themi, okej, kjo mundet me ndodhë për këtë. Kemi vetëm benefite. Në fillim javët e para, kur fillove, a ma tregon pak si e dallove që ndryshimin. Ndërsa Haria më tregon, unë po e marrë edhe dozën time, sepse mas këtij xhirimi do ta kemi edhe xhirimin e Prime Ver dhe e kam një ditë shumë gjatë për para vetës. Po Haria. Patjetër Saranda. Atëherë një ndryshim që e kam vretur pothuajse më një herë është që më përpara kur u kthesha nga puna, vetëm doja të pushoja. Isha i vullneti për me bo diçka për vetën, po ndonjëherë u dorëzosha. Kurse tani gjej kohë të investoj edhe në vetën, edhe në zhvillimin tim personal, për gjëra që mua më bëjnë të lumtur, për meqt, për aktivitetin fizik që si që the, unë bëj yoga, e kam pasion që nga fëmiria, do me thonë, kështu që pse mos ta bëj. Pastaj për zhvillim personal, unë kam dëshirë të lexoj edhe libra që të ndihmojnë pak me mentalitet, të jam më optimiste. Më përpara thosha, okej, kam punuar tërë ditën, të shikoj një film më mirë. Ose të flej, se i kone lone e dërmune. Kurse tani them, okej, pak faqe. Pse jo më ndihmon shumë, edhe pastaj këto zakonet vogla mblidhen, edhe bën vetë jeta jonë, përcaktohet vetë jeta prej këtyre rutinave. Diçka tjetër, si që tash unë jam studente, gjatë provimeve nuk e kam lexuar shumë herë materialin për ta mbajtur mend. Pastaj si në person ambicios që peshorinia sot po është edhe shumë ambicioze, unë kam shumë ide. Tash këto ide duhen mu realizu, mu zhvillu, disa mu përmisu, disa mu tërheq fare, edhe ki nevojë për shpejtësi, për fokus. Besoj që imperiumi më ka ndihmu edhe këto, sepse tani e di që pe bëj 100% e asaj që dua të arri. Si që the edhe teni, të gjithë kemi 24 orë. Absolutisht që po. Pse mos t'i përdorim në mënyrën më produktive të mundshme, më efikase. Pastaj një njerëzit që jemi me marketing, që jemi kreativ, pak e kemi trurin edhe si kaos. Shumë kaos. Kemi kaotik, zëm pak, se për shembull, ai ki pasin internet kur hapim shumë faqe me tematika ndryshme, ashtu është truri jonë. Dhe mendoj që me imperium tashmë janë pak më e strukturuar, sepse për shembull kur bëj hulumtime të marketingut, shikoj çfarë trende ka dhe merrem me këtë pjesë, mendoj që jam shumë e organizuar tani.